Do t'ju flas për projektin më të fundit të retreatit, është ai i Mom and Kids 2026 që do të zhvillohet në Alpet e Zvicrës, ku tjetër, në St. Moritz. Do t'jetë një muaj i jashtëzakonshëm koriku, sepse për herë të parë një agjenci udhëtimi do të organizojë një udhëtim retreat për mamat dhe fëmijët në 2026 në 4 javë të ndryshme. Ne kemi zgjedhur javën e 2 të korikullit për të shkuar me fëmijët tanë për të qëndruar një javë aty. Po si është konkretisht kjo javë? Ne do të nisemi nga Tirana, do të marrim fluturimin për në Milano, e nga Milano do të shkojmë me tren në St. Moritz, ku kemi përzgjedhur një akomodim dhe do të qëndrojmë aty për gjatë gjithë javës. Mamat me fëmijët që do të jenë në këtë javë, ne kemi këshilluar për të ndënjur në dhoma dyshe, pra 2 mama dhe 2 fëmijë, por ka akomodime të ndryshme. Nëse dikush mund të vi me 2 fëmijë, qëndron në dhomë vete, apo një mamë me fëmijë. Do t'i organizojmë sipas dëshirës dhe interesit të tyre. Por, gjithashtu, ka prindër që duan të jenë çift me fëmijën e tyre ose kanë grup mosha fëmijësh të ndryshëm që nuk mund t'i lënë, kanë dhe një fëmijë më të vogël që është nën 5 vjeç apo kanë një fëmijë më të madh që do të rri 2 javë në kamp, sepse ata që janë mbi 10 vjeç qëndrojnë në kampin me fjetje për 2 javë. Dhe ne kemi bërë kombinime për këto familje që kanë fëmijë me grupe me mosha të ndryshme që mund të qëndrojnë bashkarisht, pra mund të rinë një javë me ne Mom and Kids dhe javën tjetër i bashkohet bashkëshorti për të qëndruar dhe një javë më shumë, sepse është fëmija mbi 10 vjeç që është dhe një javë më shumë dhe duan të jenë aty prezent për çdo rast. Pra ka kombinime të ndryshme. Po pse kemi zgjedhur pikërisht këtë korpus? Është i ndërtuar në 1904 si një summer school për vendasit. Pra gjatë verës mos të qëndronin pa një arsim dhe u ideua nga 4 apo 5 burra të asaj kohe ky lloj summer school dhe nga ajo kohë është perfeksionuar, gati 120 vitje që funksionon më së miri, nga më të mirët në Europë, i vendosur në zemër të Alpeve të Zvicrës. Gjatë ditës që fëmijët tanë janë në summer school, sepse fëmijët që janë nga mosha 5 deri në 9 vjeç qëndrojnë nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 5 pasdite, çfarë do të bëjmë në mama? O, sa shumë gjëra kemi për të bërë. Do të kemi programe të ndryshme. Mbasi unë të finalizoj grupin e mamave, do t'ju jap programin të cilën do ta miratojmë paraprakisht bashkë siç bëjmë te Girls Trip i famshëm, që Girls Trip i ngelet projekti më i suksesshëm që unë kam ideuar për 2025 dhe do të vazhdoj me vite. Por tani jam fokusuar pak te kjo se e kam me shumë emocion. Lindi si projekt për çuar timbir e përfundon me shumë mama dhe fëmijë. Për t'u kthyer ku e nisa fjalin. Çfarë do të bëjmë në mamat gjatë ditës? Do të bëjmë retreate të ndryshme. Kemi hiking, kemi yoga, kemi champagne day, sepse janë hotelet luksoze shumë të mira në St. Moritz që janë ikonik. Do të shkojmë për një brunch aty, do të shkojmë për një champagne, do të shkojmë për një drek. Do të kemi variante të ndryshme. Gjithashtu vlen të theksohet. Do të marrim një dado me vete, sepse një mamë mund të ketë një fëmijë më të vogël që nuk ka ku e lë, por gjatë ditës do të na bashkohet në retreate. Dikush tjetër do të bëjë një program yoga pasdite apo një masazh, një spa dhe do t'ja dedikoj vetes këtë gjë. Ndaj do të kemi suportin e një ndihmëse e cila do të na asistoj për fëmijët tanë. Pra, do të mundohem të jap në shërbim të gjitha facilitetet e nevojshme për të gjitha mamat që kjo të jetë jo thjesht një udhtim, por të jetë nga eksperiencat më të bukura që do të përjetoj me fëmijën e vet, sepse është një javë ti me fëmijën tënd. Ti njihni më shumë njëri tjetrin, larg teknologjisë, larg njerëzve të njohur. Do të njohi fëmijë të tjerë shqiptar që do të ndajë një pjesë të pasdites, por më e bukura e këtij summer school-i është sepse do të ketë mundësi që të njihet me fëmijë të ndryshëm nga jo vetëm Europa, po nga e gjithë bota, sepse është një nga summer school-et më të mira dhe aty vijnë fëmijë nga e gjithë bota. Dhe në moshë fare të re do të kenë kontakte kaq të vyera. Më rastisin me një mam që çon fëmijët e vet në summer school çdo vit dhe më thotë që do të ikim në një vend jashtë me një personazh të njohur dhe mua më lindi pyetja, po si e njeh ti këtë? O, tha, njeh fëmijët tan nga summer school-i. Dhe aty e kuptova se sa e rëndësishme është ky lloj kontakti. Sot e keni vënë re që ri më shumë me miq të cilët na bashkojnë fëmijët tan, sepse fokusi jon janë fëmijët. Dhe jam shumë e lumtur që do të kemi një grup mamash që mendojmë njësoj, që mezi presim të shikojmë fëmijët tanë në vendet më të bukura të botës, jo thjesht për pushime, po dhe me një vizion dhe qasje ndryshe. Ta fillojmë këtë si eksperiencë
dhe ta mbajmë si traditë tonë për të mbledhur çdo vit. Këtë vit vetëm një javë, po vitet e tjera nuk e di se si do të vazhdoj ritmi i këtij lloj ritriti, sepse fëmijët tanë kanë nevojë për të njohur botën në një mënyrë ndryshe, jo thjesht si eksplorator, por për të njohur natyrën, për të njohur gjëra që fëmijët tanë nuk mund t'i bëjnë këtu, nuk mund të bëjnë zakonisht hiking, nuk është e natyrshme për ta për të luajtur golf, për të marrë leksione tenisi. Është një eksperiencë e jashtëzakonshme. Në linkun dhe në bion e faqes Instagramit të ritritit, i keni të gjitha folderat e detajuara për të gjitha ritritet që do të bëhen në 2026, të organizuara dhe të ideuara nga ritriti. Nuk janë të kopjuara askund, janë ide origjinale tona që kanë ardhur nga nevoja e udhëtimeve të fëmija. Siç është kjo, ritriti mama me fëmijët, që lindi si ide për të shkuar me tim birë, pastaj mendova, po pse mos t'ja japim mundësinë shumë fëmijëve dhe mamave të tjera që duan t'i japin disa ngjyra të tjera verës, të arratisen nga temperaturat e nxehta të korrikur dhe të shkojmë në temperaturat e freskëta të Alpeve të Zvicrës dhe të marrim më të mirën nga kjo eksperiencë. Do doja të ndalesha pak tek mosha 10 deri në 17 vjeç. Është një moshë që ata e kanë ideuar prej vitesh, nuk ka nevojë të shkojnë në prindrit me ta, por mund të shkojnë për t'i shoqëruar gjatë transfertave, gjatë fluturimeve. Por fëmijët në këtë moshë qëndrojnë me akomodin, flenë në dhoma teke ose në dhoma dyshe. Vajzat dhe djemt patjetër që janë të ndarë në pjesën e akomodimit, por kam programe fantastike. Nuk kam parë ndonjë shkollë verore që ka një qasje të tillë, kaq friendly me natyrën, me ushqime shumë cilësore, me orare dhe programe të jashtëzakonshme, me kurrikulume si askund tjetër. Nëse doni që të qëndroni bashkë me fëmijën, patjetër mund ta konsideroni të paktën tek fëmijët që e kanë një javë. Unë do t'i këshilloja shumë prindërve që të shkonin bashkë dhe ta mendonin si një investim për fëmijët gjatë ditës që janë në shkollë, po dhe për veten e tyre, sepse kanë hapësi për ta eksploruar natyrën e bukur të Alpeve si askund tjetër. Ne i asistojmë të gjitha familjet në rezervimet e hoteleve, akomodimeve, guidave vendase, itineraret e detajuar për çdo ditë, biletat e trenit, çdo sugjerim që ata duan për t'u kthyer verën e 2026-s, e korriku 2026 nga më të bukurat për ta dhe për fëmijët. Por, ka nga ato familje që nuk qëndrojnë dot, të paktën për ata që kanë fëmijët e rritur. Patjetër, ata mund t'i shoqërojnë vetëm te pjesa e fluturimit e më pas të stacionohen. Por, nëse ne kemi shumë klientë që e duan këtë gjë, ne mund t'ju vëmë në ndihmë në një datë të caktuar, t'i mbledhim të gjithë fëmijët e moshës 10 deri në 17 vjeç dhe t'ju asistojmë me transfertat. Pra të kemi një person përgjegjës që do i ndihmoj kur ata të arrijnë të bëjnë në pjesën e trenit deri tek pjesa e akomodimeve në shkollë, derisa të firmoset që fëmia u dorëzua. Do t'i japim të gjitha mundësitë e nevojshme për të gjithë prindrit e fëmijët që kanë mundësi për ta suportuar këtë lloj ideje dhe këtë lloj udhëtimi, që çdo fëmijë të ketë mundësinë që të shkojë, sepse ju thash, lindi si dëshirë për fëmijën tim, por mendoj që çdo fëmijë që vjen nga familje që prindrit e kanë mundësinë për t'ia bërë këtë lloj eksperience, ta provojnë. Është një investim që nuk humb, sepse fëmia lidhet më shumë me natyrën, me kultura të ndryshme dhe një disa fëmijë të tjerë të vendit të tij që do t'i ketë kontakt dhe kur të kthehet. Shkolla është në 2 gjuhë, është në gjuhën gjermane dhe në gjuhën angleze, pra fëmijët e zgjedhin vetë se kënga klasat dhe gjuhët duan, por programin e detajuar ju mund ta rigjeni tek faqja zyrtare e shkollës dhe tek faqja jonë në Instagram. Gjithashtu jemi të hapur në numrin ton të kontaktit, të na kontaktoni në email dhe në rrjetet tona sociale. Do të bëjmë më të mirën për këtë ritrit, po dhe për gjithë ritritet e tjerë, siç është Girls Tripi, është Couple Trip, çifte të ndryshme,
do të shkojnë në retritet e tyre personale, të cilat do t'i ndajmë në videot në vazhdim. Po për t'ja lënë ekskluzivitetin vetëm këtij retriti, dua ta mbyll këtë video duke ju falenderuar që çdo ditë rritemi në kanalin ton të YouTube-it dhe duke ju premtuar që do t'jemi edhe më aktiv në vazhdim. Mirupafshim.